E falenderojmë të madhen Allah dërguar salavat e përshëndetje mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe krejt umetin e tij të cilët e pasojnë këtë rrugë, këtë besim me dashuri, me sinqeritet, me bindje të plotë derisa të vjen vdekja dhe të dalim para Allahu xhela xhelalu. Të nderuar pranishëm vëllezër besimtar, me që jemi në parad të festës së madhe të Kurban Bajramit, ku sot jo me lejnë Allah dhe të jemi në ditën e Bajramit. Atëherë edhe kjo ditë ka të bëjë me një prej kushteve themelore të Islamit, ka të bëjë me haxhin madhështor. Prandaj na sot këta minuta do të flasim për qenjen, për strukturën, për përmbajtjen, për domethënien, për vlerën e këtij ibadeti madhështor, pra për haxhin. Duke ditur se haxhi si ibadet nuk është thjesht vetëm një udhëzim fizik, nuk është vetëm turizëm, apo pelegrinazh që quhen në gjuhën e sot me shqipe, që nuk e përmbledh kuptimin real të vërtetë të fjalës haxh, vetëm se mbetet kuptimin e asaj që Zoti ka përmendur në Kur'an, haxh, që mund të përthejmë haxhillëk, pra ceremonia e kryerjes së haxhit në formën e caktuar që na mësoi Madhi Zot. Udhëtimi i haxhit është udhëtim shpirtëror, është një udhëtim i veçantë, është një udhëtim i pashembull, i cili i mbërthen zemrat e të gjithë besimtarëve kudo që janë, të cilët e kanë ndërruar të jetën që me mujt me vizitu dhe me shkel në ato vende të shenjta dhe me vizitu qabën, të marrë atë vend dhe me kryer ato rituale të caktuara, të cilat rituale janë kulmi i ibadetit, dhe në Islam, edhe cilat e bëjnë një ndryshim total të jetës së njeriu, një rifillim të një etape të re për besimtarin, dhe kryerjen e obligimit të madh edhe shtimin e besimit dhe pastrimin e trupit dhe shpirtit. Besimtari musliman kur nis udhëtimin e tij për haxh, nuk është thjesht vetëm një paketim i çantës me rroba me disa gjësande që i duhen për rrugë, por është thjesht një përgatitje shpirtërore, emocionale, fizike. Është një përgatitje zemrës i cili largohet prej gjitha preokupimeve të dynjas. Është një përgatitje veçantë kur vishën e kujton ihramin në ata dy peshqirat e bardhë që vesh haxhiu, që ja kujtojnë qefinin që do të dalë para kësaj bote me dorë për Allah, ja kujtojnë ditën e gjykimit ku do dalin para Allahut të gjithë njësoj. Edhe nuk ka dalë një anë për tjetër përveç se me veprat e mira. Ja veprojnë një gjatë të tij duke kujtuar edhe Ibrahimin alayhis salam, sfidën e tij, sakrificën e tij bashkë me Ismailin, edhe gjithmonë duke kujtuar edhe thirrjen që ku mban anë kon, do mund aty në trojeve të harimit që duke thënë lebejk Allahumme lebejk, lebejk la sharika lak lebejk. Të përgjigjen ty o Allah, të përgjigjen. Pra me plot bindje, dashuri edhe sinqeritet. Prandaj madhështia e këtij haxhi është edhe në faktin se krejt muslimanët e gjitha vende me miliona muslimanë mlidhen për një kohë të vetme, në një vend të vetëm, për një qëllim të vetëm, me kryet njëjtin ibadet për më një herë. Me kryet haxhin bashkësh në vend. Duke mos marrë parasysh dallimet gjuhësore, racore, ngjyra, kultura të ndryshme, por krejt për një qëllim është në shtrimi i Allah, një afro Allahut sinqerisht. Prandaj pika shkurta të përmbledhim se çfarë është haxhi. Edhe pse është folë edhe javën e kaluar, disa gjëra që kemi me iniciativë. Haxhi është njëra prej 5 shtyllave të Islamit. Haxhi është një obligim themelor, një prej farzave kryesore që simbolizon madhështinë e Islamit. Që thotë Allahu në Kur'an: "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Pra njerëzit ta kanë bashkë, që kanë farz kryen e haxhit për ato që i ka kushtet dhe mundësitë materiale dhe mundësitë fizike apo shëndetësore, edhe mundësitë e sigurisë dhe lëvizjes. Po ashtu thotë Allahu në ajetin
tjetër kuranor, "Wa'adhin fi an-nasi bil hajji yatuka rijal wa ala dhamir kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amim." Dhe thirrni njerëzit, lajmëroj njerëzit, proklamoje për hape që të vinë në haqë, dhe do të vinë njerëz në kam, do të vinë njerëz hypur në deve, edhe pse devet e lodhura, nga udhimi i gjatë, do të vinë prej çdo skute të tokës, për çdo thellësie, për çdo vend të lartë. Pra të gjithë ata që kanë bindje besim në Allahun xhallal xhelalu i përgjigjesh atë ftesë dhe thirrje. Sepse është i thirrë diçka që e ndërron njeriu komplet. Nuk është më i njëjti njeriu. Prandaj edhe që është shtyllë Islami na thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ala khamsin, është drejt Islami mbi pas shtylla e njëra prej tyre është u hajjil beiti men istata'a ilayhi sabila, dhe vizita vendit të shenjtë të Çavës për ata që kanë mundësi të udhëtimit për të shkuar atje. Çka është haxhi? Definimi që jepet haxhi është synim i caktuar, synim i drejtuar drejt një vendit të caktuar. Pra nisja një njeriu prej një vend më shkuar, një vend të caktuar, që ky është haxhi kuptimin domosdoshmë etimologjik gjuhësor. Kuptimin terminologjik islam, haxhi është synimi i drejt vendeve të shenjta, pra të drejt Çavës, që është mekja e bekuar, për me kry një ritual të caktuar, me kohë caktuar, me doa caktuar, vend caktuar, që quhet haxhi. Ky është haxhi. Dispozita e tij thamë është vajib, një herë në jetë është obligim për secilin që ka kushtet materiale. Prandaj quhet mision jetësor. Mision jetësor. Një herë në jetë ka obligim kushtet që ka kushtet dhe mundësitë materiale. Prandaj cili besimtar i devotshëm dhe i përkushtuar angazhohet prej fillimit kur i mundësohet me punu me siguru shumën për me shkuar në haxh. Sepse do punor për gjithë herë kështu parat gupt mbledh, po i mbledh ka para pak. Kemi plot njerëz që tani jetën mbledh parat për me siguru shumën e kërkuar me shkuar në haxh. Për dallim nga shumica e popullit tonë që të vitin, madje hinë edhe kredit, hinë edhe bosh me shku pushime në deti. Ati për gjonë, mundësi, me shku vene, ose me bo dhe organizime, do shta edhe me haram, edhe mu krenu për anete, po bojnë ashtu, me sene që kanë dalu zote e ma. E besimtari jo, për ka synime tjera. Pra dhe quhet haxh, synimi caktuar, drejt një vendit caktuar me adhuru zotin, me kënaqë zotin, e jo me bo harame me nënu zotin. Ky është haxhi. Ky është qëllimi edhe i haxhit. Prandaj do thotë pejgamberi men haxha falam yarfur wa lam yafsur raja'a al-yawm waladathu ummuh. Ai që bën haxhin pa me rregulla që duhet, nuk rishket, nuk bën fjalë, nuk bën zhurmë, nuk bën polemika, kthehet sikur aty që ka ditë nëna e vet. A ka kënaqësi? Shumë njerëz na jemi sot që kemi që të kësha këthy kohën, e mos t'i kësha bo qëto gjënohe, mos t'i kësha bo ato, e me këthymi anis për fillimit. Haxhi është një shansë të tjilë. Haxhi për të ebë një mundësi të tjilë që ato gjënohe që t'je bo të retash për t'i fshimë. Me fillu një jetë të re, me fillu një etap të re, me fillu do mënë për fillimit që shduhet edhe që është Zotë i kënaqet në neve. Prandaj, shtyllat kryesore të haxhit janë katër prej tyre, është e para ihrami që do të simbolizon veshja aty në dëshirave të bardhë, ngjyrën e bardhë që simbolizon njetin për me fillu ceremoninë e haxhit. Je hin adhurim me rregulla të caktuara. Që ata e punë haxhit dinë edhe në ta që shkojnë i prinë hoxhallarët dhe i mësojnë që çu shmo kry. Qëndrimi në Arafat, ditën e ajit që është Arafat, dita më e vlefshme, që dhe na këtu nuk duhet me na ik pa shudzu qof me agjerim dhe adhurime mrena asoj dite, dhe me bodoa dhe lutje mrena asoj dite. Nëse nuk kena mundësi, për atë tonë dhe djetar, nëse kena pas mundësi me shku në të haxh, jo se cili mundet me shku, Zotë i madh na ka bekuar me këto 10 ditë të dhërheqjes, me shudzu me agjerim, me adhurim, me dhikër e krejt, e sidomos ditën e Arafatit, për me fitu sevap dhe shpërblim gati si ata që e kanë haxh, sepse nuk arrim gradën e një, po shpërblime të mëdha po. Prandaj qëndrimi në Arafat që është prej shtyllave, është vetë haxhi është dita e Arafatit.
Edhe tawafi i fata, tawafi i farz, mas Arafatit që bëhet 7 herë rrotullimi rreth Çabës, edhe sajni, frapimi mes dy kodra në Safa dhe Merve, që simbolizon frapimin e Haxherës atëherë me Ismailin kur ka qenë prej kohës së Ibrahimit alayhis salam. Këto janë kushtet themelore domthonë shtyllat e haxhit me cilat i kryen haxhit ton, këto ditë që janë atje që ka shku inshallah Zotu ala çan atyne, do pranon, edhe ne nuk na harrojmë dua dhe lutje për këtu. Rëndësia e haxhit në Islam është shumë e madhe, shumë dimensionale të mundohemi të përmendim si shpejt. E para është shtylla e Islamit që përmendim. Kur është shtylla e Islamit, të mëmbarët Islamit pisa, në të Allah shumë, edhe popujt tjerë, edhe besimit tjera kanë pelegrinazhe të caktuar. Vende të caktuar, por pelegrinazhi, për ta pelegrinazhi thoi sa haxhi jon të Allah për gjithë, është i veçantë edhe është i domethënës. Pra dhe shtyllë për shtyllave të Islamit që shikon edhe ajetet edhe hadithet. Haxhi është një mundësi për pastrimin e shpirtit dhe faljen e gjunave. Gjithë shka që ke bo deri kohën e haxhit i fshin krejt. Që shtë ta edhe hadithet. Kthehet njeri i ri. Nuk është një jetë i njeri. E fillan një jetë për fillimit, është mundësi pastrim i shpirtit, falje e gjunave. Haxhi është një mundësi për forcimin e unitetit dhe barazisë mes muslimanëve. Krejt muslimanët e tanë nga visave të ndryshme që vinë me gjuhë ndryshme, raca ndryshme, me kultura ndryshme lidhe në një vend. Çka tregon kjo? Lidhe në bazën e dashurisë e respektit njëri me tjetrin, bashkëpunimit dhe afrimit dhe domosdoshmërisë. Atëherë të tregon se uniteti muslimanëve është i fortë, veshin të gjithë për një herë, njëjtën kohë, njëjtin ibadet, njëjtin vend, e veshin Iranën e bardhë, drejt bashkë arresh pasi dallim. Jo më thon tash ta janë më të zot, ta janë më të shërbim, ta janë më fukara, jo, krejt njëjtë barabar, për të tregon unitetin e muslimanëve. Haxhi është një shkollë edukative dhe morale. E dim se në haxh nuk është punë e lehtë. Duhet vështirësit me i përballue, lodhje, zhegje, kamadllake, gjithë ato. Me bo sabër, me bo me fal njerëz, me vetëm bëjt vete, nga ka ndalu me hadith, mos u shtyni, mos u shani, mos u përlani me fjalë. Krejtu është një disiplinë veti. Haxhin e mëson, është një shkollë e madhe, që më të vërtetë edhe ai që kthehet prej haxhit, duhet të qenë disiplinuar tash edhe në shtëpi. Jam ja busi kur ai njëri tha, shkolla dha atje. E kryta haxhin, hajde haxhi, ja e nguci ka pakta, po në qaj 10 vjetër janë, subhanallah, nuk ku të zapër me konë ashtë. Ata s'pas të kry haxh, sepse ti duhet më këthy më i mirë, të fillu mas pare ndryshimin vetë, ndryshimin familje, ndryshimin kërshillakët, lasnilakët, në shoqëni e shtu në rrët, të zënu. Që kjo është ajo, do më shkolla si në aja, do më në rastin e haxhëllëkët. Rastin i pëndimit dhe shikimit vetës. Është rasti i mirë, po shkon vendin e shenjtë, ku pejgamberi alayhis salam ka ecë, ka jetu, ka frymu, ka vepru. Ti tash e ke rastin me u pendu para Allahut, çdo gjuna dhe gabim, me i rob pishman me një këtë qarë dhe mos i përsërit më kur. Me boni një shikim vetës, aty ditë sa arrin. Edhe shpesh kemi thënë edhe haxhive tonë, o jeni javë qabe, ju jeni musafir të Zotit. Mos merrni bre me dhe të spije rruza, teshta sa kritikin Kosovë. Po të vinë tash tana që tu pa i barë, pa u lu, po lidhur me Zotin, po kushtohu me Zotin aty, se ki rastin edhe mundësin me boni kontroll vetës, me boni rregullash vetës. Haxhit herë këtë mundësi. Veni shaj, pozita, afria me Zotin, gjithë ato është mundësi që nuk ka mundësi të po tjetër. Edhe hapë zemrën e njërë, edhe dritën e udhëzimit, edhe dritën e falës që këtë një të gatshme dhe më në kohën e haxhit. Po ashtu është padërim i shajnë edhe simbolet të Allahu subhanahu wa ta'ala. Haxhi është për simbolet të Islamit, pra dikimi a i të kërë, a që i madhëran e izbatën, simbolet Allah, dali kemi të të markullu, është me zemrat të dëvëshme për e tyne dhe në në gjonave që e madhërën Zotin. Kujtimi edhe dhe kujtimi që shëkërmanë më dhe laherë. I gjarës e Ibrahimit me Ismailit, pra në gjarën e pejgamberëve me mësu. E si ta më sfidën dhe sakrificat e tyne, e si ta më sfidën dhe sakrificën e Ibrahimit me Ismailin a.s. Rasën e tyne që nga duke më mësim tash daveti pejgamberëve, jeta pejgamberëve, sfidat e pejgamberëve, sprovat e tyne dhe mësimet e Allah që mund me marrë për cilët pejgamberë. Në veç ati për ta dy të cilët e kemi rastin konkret edhe me kurban, edhe me ceremonit e haxhit që i kryen në haxh aty edhe të afen, edhe sajin, edhe gjujtën aty në qemeratën, aty në gura lezë ku gjuhën, ato që thonë me gjuhë shejtanit, që është ceremoni e ritual.
e kështu me radhë. Po ashtu kemi dobi shumë të haxhit edhe në aspektin e shoqërisë njerëzore. E para haxhi e bën forcimin e unitetit islam. Këtë musliman që është përmendur më është një kongres barë kombëtar, ndërkombëtar i këtë muslimanëve të botës. Këtë muslimanë lidhë për më njëherë ku afrohen njëri me tjetrin, ndrojnë ato butëkutime edhe bashkëpunim, forcohet uniteti i muslimanëve. Po ashtu lidhja shoqërore mes njerëzve, bashkëpunimi, lidhje sociale, pa ato dallime, pa ato po vetëm bazë dashurisë dhe respektit dhe bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave të kulturave, gjithë ato na afron haxhi. Po ashtu realizimi i solidaritetit dhe barazisë. Në haxh për bëjna kurban, me Allah fukarave në vejtore, po zgjatja dorës së dimës është themelore për musliman kudo që janë. Dora më të lidhur më të fortë. Po ashtu është ngritja e dijes, e shkallës së dijes kolektive këtë muslimanëve. Nape tash për kena mundësi edhe gjendje në muslimanët me di njëri me tjetrin bazë rrjetet e internetit që kemi dhe lajmet e shpejta, po përpara nuk ka pas vetëm mundësi të mund të taku delegacione dhe këtë haxhive në këtë kongres edhe i njohur në vetë një lidh në vetë ka shkëpy ato nevoja edhe i kthy edhe më të lidhur edhe të bashkëpunuar edhe të afruar edhe qoftë edhe në aspektin tregtar edhe financiar, bashkëpunime të ndryshme, biznese të ndryshme, ofrimi i punëve të ndryshme, gjithë ato kryen përmes kësaj të bashkëpunimit të muslimanëve këtu. Pra edhe një herë përmbyllje të kësajna, haxhi, shpërblimi i haxhit është i madh. E para falet e gjitha gjërat që ke bërë deri tash. E dyta xheneti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Ai cili hyn haxhi çështu s'ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. Krejt na po mundohet që xhenet na fitu. Në mundësi të mirë na dhon Zoti përmes haxhit me kryq që duhet. Shqipja gjitha gjërohave të mëon edhe aty në gabimeve që ke bërë maherët. Haxhi jep një garanci për njeriu. Hadithi pejgamberit alayhis salam, 3 persona janë në garancionin e Zotit dhe mbrojtjen e Zotit. Në njëri që tek për të xhamia u qerë, për mu mos hajde kodën, po hajde për vetë, sepse një njëri që del në xhami është i mbrojtur nga Zoti dhe është në garancion të Zotit. Pra një njëri, hadithi thot, 3 persona janë të garantuar nga Zoti. Personi që del në xhami, personi që shkon me luftu në rrugën e Allahut është garancion të Zotit, edhe personi që niset për haxh. Ta 3 persona janë mbrojtur të Zotit. Pra vëllezër, mos e çon në raste, mos e çon në asnjë nga këtyre rasteve që i përmend. Qëllimi i haxhit është me realizuar tauhidin, besimin e drejtë Zotin një dhe me përtri imanin, me forcu lidhjet me Allah. Jo veç thjesht, se tash mos ta mbetet vllazni, mos keq kuptoheni. Mos vetet haxhi vetëm titull me parë. Haxhi ka parë shkon e kryen, e po një vizitë do kthy. Jo. Duhet me forcu lidhjen me Zotin, me përtri imanin, me forcu tauhidin. Ç'është qëllimi i haxhit? Largimi nga prekupimet të dunjas. Duhet ka njerë një lau dunja, anash, edhe pse na duhet me jetu. Haxhi thot, lej kretat, dashiteshtat civile, e vesh hirame në bardh, je prekupuar vetëm me ceremonitë e haxhit, të kryen e haxhit, me ta kujtu ditën e gjykimit. Me ta kujtu ditën kur kemi vesh çefinën e bardhë dhe me hin bardh, veç me çato mo dunjaja s'ka kryen më punë. Kryen punë vetëm puna dhe ibadeti që e ke bërë. Para kujtimi kësaj nga shumë. Pastaj afrimi, lidhja e umetit me vetë, duhet mu lidh bashkimi. Na po e shohim sa është domosdoshme, jo nevojshme, po e domosdoshme të jemi të bashkuar, të lidhur, të forcuar. Si në popull, edhe na brana popullit tonë, brana kombit tonë, nëse jemi të përçarë, të thymë me zveti krejt, na sundojnë në shkjeni dhe bëjtë shmas më neve. Po ashtu edhe si muslimane se jemi të thymë të lërgu njëni me tjetërën, po shijet bota islamu që shpërbune që apo herë. Haxhi në alije. Edukimi shpirtit dhe i vetës. Me sonë, me disiplin, me regull, disiplin edhe regull, gjitha këto janë për ato gjona që i kemi. Ato dobi të shumë të janë, kemi dobi fetare, kemi dobi shoqërore, kemi dhe dobi edhe të dunjas, të gjitha ato që janë që përbanë në mesin e këtyre. Pra dhe Zoti na mësoft, kur të që ka dëshirë dhe mundet,
inshallah Zoti ja mundson. E ata që i kanë pasurinë, edhe ata që i kanë kushtet, le të hezitojnë, mos të banojnë, mos thonë hasa kur plagën ka vash të dinë plagësh ajo. Nuk ka të bëjë haxhin me pleqnin, ka të bëjë në momentin kur arrin pasurinë dhe ki mundsinë me shkuën haxh kryje sa më shpejt. Sepse nëse ti sot e ki pasurinë nuk shkon, nëse të humb pasurinë ti mbetesh bash. Mbetesh bash. Nuk kryet. Pastaj edhe tjetra, edhe përmbytje, mos shkoni përveç vetën ka 10 herë, ka 5 herë, ka 3 herë. Qysh shkon për veti e ka obligim edhe gruaja edhe djali, se pasurinë që e bën bashkë, jetoni bashkë, kryet e me të kryen edhe tjetër, me të kryen edhe tjetër, e jo ti 10 herë e djali asnjëherë, e jo ti 10 herë gruaja asnjëherë, e jo ti 10 herë e tjetër asnjëherë, domethënë është obligim familjar gjithë kur është për pasurinë e përbashkët. Allah na falë dhe na mëshiroft.